Shifrat nuk e lën Edi Ramën të ndërtoj pafund kështjellën e tij të rërës me gënjeshtra, propaganda dhe mashtrime. Sepse shifrat e vetë qeverisë tregojnë $134 milion deficit në dogana dhe në tatime për 6 mujorin e parë. Këto janë shifrat e qeverisë. Sepse shifrat e vërteta tregojnë një deficit prej më shumë se $160 milion. $160 milion. Imagjinoni në çdo kategori, pensione, rroga, shëndetësi, shkolla të reja, kopshte, qerdhe, investime, rrugë, kanalizime, investime në bujqësi, ujësjellës, se çfarë mund të arrijë me $160 milion që kanë avulluar. Unë kam denoncuar, kam pritur përgjigje nga kryeministri që sigurisht nuk përgjigjet. Dhe sot dua ta përsëris pjesa kryesore e këtyre të ardhurave që mungojnë vinë drejt për drejt, apo janë vjel drejt për drejt nga kontrabanda, korrupsioni dhe evazioni, kryesisht në fushën e duhanit dhe të naftës. Sikundër, duat përsëris sot se qeveria i ka këto fakte. Nga një shtet fqinj, janë dhënë raportet hollësishme në rrugë ligjore për kontrabandën e duhanit në shifrën e $50 milion.